العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu që na ka mundësuar të tubohemi në këtë shtëpi të Tij, në këtë xhami, për të kryer adhurimin ndaj Tij dhe për të marrur dituri nga libri I famshëm I Tij dhe nga këshillat e sunnetit të profetit të Tij, si dhe nga ata të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka pajisur me dituri. Jemi në shpjegimin e librit Respekti ndaj dietarëve, kryesisht në kapitullin e 2, I cili flet dhe I referohet edukatës, mirësjelljes dhe respektit, kur na folëm për disa burra të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka ngritur dhe I ka veçuar prej zemrave më të mira të cilët I zgjedhja Allahu Gjelle Gjelaluhu nga robërit e Tij, ato ishin të dërguarit e Tij, dhe se me vërtet ishin të dalluar në edukatën e tyre, e veçanërisht kur ata ishin që shprehnin edukatën më të lartë me krijuesin e tyre. Folëm dhe për edukatorin më të mirë dhe atë burrin më të lartë që e lartësoi Allahu Gjelle Gjelaluhu, e veçanërisht kur ai shprehi edukatën e lartë të Tij me krijuesin e Tij, ai ishte mëshira e njerëzimit, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu me ato burra dhe me ato zemra të cilët I zgjodhi Allahu Gjelle Gjelaluhu prej gjithë njerëzve, prej gjithë robëve të Tij, pas pejgamberve, pas të dërguarve të Tij, ishin ato burra dhe ato zemra, zemrat e shoqëruesve të cilët jetuan me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ato ishin sahabët Ridwanullahi alejhim, dhe veçanërisht kur ata në bashkëjetesën e tyre ato shprehnin një edukat shumë të veçantë e të lartë kur ishte në pyetje me të dërguarin e Allahut Gjelle Gjelaluhu, dhe folën për edukatën e lartë të tyre, dhe sa ato e madhëronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e çmonin dhe nderonin aq shumë, sa që ato në prezencën kur ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dikush prej tyre nuk mundi që të I mbush dhe sytë e tyre me pamjen e fytyrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sonte o vëllezër jetojmë me disa burra të cilët erdhën pas këtyre burrave të cilët I shoqëruan këta burra, dhe ato janë dietarët e mëdhenj që ndriçuan botën me veprat e tyre që ato nuk e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me sytë e tyre, por ata ishin që I takuan këto burra të zgjedhur të cilët e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe se me të vërtet shembulli I tyre ngel I ndritur deri në kiamet, që të jetë ndriçim dhe udhëzim për gjithë ne që na vazhdimisht
marrmi shembull nga këto burra se si ishte sjellja e tyre, si ishte adhurimi i tyre, si ishte përkushtimi i tyre dhe çfarë edukate dhe çfarë respekti kishin këto ndaj të dërguarit të Allahut, të cilët këto burra e patën kuptuar se e kishin obligim respektin dhe shprehjen e nderit dhe madhërimit ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes së tij, ashtu sikur që kur ishte ai gjallë. Dhe se padyshim se është obligim i çdo besimtari, o vëllezër, që ai të shpreh edukatën e madhe, të shpreh madhërim, ta çmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta nderon dhe ta respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në momentin kur të përmendet ai, në moment kur të përmendet emri i tij, edhe kur të përmenden hadithet e tij, ashtu sikur me qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këto ishin këto burra, o vëllezër, për të cilët aq shumë u përmallonin dhe e dishin këtë rëndësi të madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku nuk e di që ndonjëri prej nesh a thuaj e ka bërë këtë pyetje vetes së tij se ku është me dashurinë e tij ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këtij burri që Allahu xhelle xhelaluhu e dërgoi me hak, edhe se besimin të dhe në atë që ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është me të vërtetë shpëtim dhe lumturi për çdo njeri i cili do të beson dhe do ta pason ato. E padyshim se ajo më e larta dhe më edukatoria e kësaj është që na të marrmi mësimin e tyre, burra të cilët shpresonin që ta shohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër, na tregoi se do të vjen disa njerëz. Në një hadith të cilën e transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira radiallahu anhu, dëgjoni këtë hadith, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kështu: min ashaddi ummati hubban li, apo min ashaddi ummati hubban nasun ya'tuna ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga më të fortit në dashurinë ndaj meje prej umetit tim do të jenë disa njerëz të cilët do të vinë pas. Nuk më kanë parë, se kanë parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dëshiron dhe ka dëshirë të flakt ndonjëri prej tyre, veç sikur të më sheh, tha ta shpenzon pasurinë e tij të tërën dhe familjen e tij. Një pamje e fytyrës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të kushton sa me edhon gjithë pasurin tënde dhe gjithë familjen tënde me shpenzu nga promallimi vetëm për ta pa fytyrën e pejgamberit sallam, vetëm për ta pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, do ta shohim se këto burra ishin ato të cilët nga përmallimi i madh që kishin, ato shprehinin shumë edukat kur përmendej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kishin një edukat të veçantë kur përmendeshin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se padyshim se na si musliman duhet që të i hapim veshët e tonë mirë, dhe se kam dëshirë që sonte të gjithë na që jemi këtu të vendosim veshin e mirë dhe të ndëgjojmë me shqisat shpirtërore dhe të zemrës, e ta shohim se ku është vetvetja jonë, e ta matim me atë peshorën e atësaj kohës së burrave të cilët e çmuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të asaj epokës dhe kohës më të ardhë, të cilët jetuan shokët e pejgamberit Allahut dhe ata të cilët u shoqëruan pas tyre, e veçanërisht ata të cilët i pasoi Allahu xhelle xhelaluhu ato me dituri të madhe që e la shembullin e tyre të ndritur për ummetin. Me të vërtetë se na dua që ta ndëgjojmë dhe ta shohim se cili prej nesh veten tonë se ku e kemi këtu. Subhanallah, gjithherë kur e lexoj këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi Allahut lajmëroi për disa njerëz që do të vinë pas e do të dëshirojnë vetë ta shohin, ta japin pasurinë e tyre dhe ta japin të familjen e tyre, vallahi i habitesh me vetveten dhe thua ku është dashuria ime ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ku është dashuria ime ndaj këtij burri? Edhe subhanallah, në çdo ders që të cilën hoxha tash e sjell këtu, o vëllezër, edukata e dietarëve të pajisur me dituri të cilët ishin këto burra të mëdhej ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, e qes veten në peshorën e kësaj vepra, thua
nuk bëjnë hyç pjesë ndoshta në respekt dhe të edukatës ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vallahi është për të marrur mësim më vëllezër. Dhe se është patjetër që të dimë se të shikojmë se këta burra se si e madhëronin dhe e çmonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe si e nderonin dhe shprehinin shumë mirënjohje edhe shprehinin frikë respekt ndaj pejgamberit të Allahut xhelle xhelaluhu duke pasur prestigjin e madh ndaj këtij burri. Për atë vëllezër, tha Qadi Iyad rahimahullah, dije Allahu të mëshiroft, se nderi, respekti dhe çmimi edhe morali edukata ndaj pejgamberit të Allahut xhelle xhelaluhu është gjithashtu obligative edhe pas vdekjes së tij, ashtu sikur që ka qenë me qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur të përmendet ai, kur të përmendet emri i tij, kur të përmendet hadithi i tij, kur të përmendet suneti i tij, gjithherë të kish në llogari se ku je ti respektit ndaj këtij burri. Më për atë vëllezër, kur të përmendet emri i tij, ndoshta te na të gjithë heshtim dhe asnjëri prej nesh spaku nuk çon salavat mbi këtë burr. Gjithherë kur të ndëgjosh emrin e tij thuash sallallahu alaihi wasallam. E kur të ndëgjohet suneti i tij dhe fjalët e tij dhe hadithet e tij, të shprehish një mirënjohje, një edukat të madhe, edhe të mbledhësh trupin tënd dhe nefsin dhe shpirtin tënd e të jesh më i përulshmi në momentin kur të përmendet ky burr. Këtë burr që Allahu xhelle xhelaluhu e ngriti me vlera të larta shumë. Edhe se padyshim na tregon Ebu Ibrahim et-Tujibi, një dietar i mëdhëbit të Malikive, tha është obligim për secilin besimtar. Kurdo që të përmendet ky njeri sallallahu alaihi wasallam, ose ta përmend ky vet kur thot ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ai të shpreh një frikë respekt dhe një përullësi, një nder, një edukat të madhe, që ai ta mbledh vetveten e tij dhe ta tubon vetveten e tij, e të ulet me një shprehje të madhe të edukatës së tij, duke mbledhur vetveten e tij ashtu sikur me qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i gjallë në prezencën e tij. A kurse për të na vëllezër, për fat të keq përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, përmendet emri i tij, përmenden hadithet e tij, mësimet e tij, udhëzimet e tij, suneti i tij, në as respekt, as nder, e as që e mbledhmi veten ton, por në ders i shtrim komët, kur përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe as që e mbledhmi veten, as që shprehim edukat e moral në momentin kur përmendet ky burr, duke nisur që nga hoxha dhe të xhamati, e vorejnë se po nuk ke shprehja e respektit dhe edukatës, e madhërimit dhe nderit të këtij burri, që nga mësimdhënësi e gjen pastaj dhe mos respektin dhe të xhamati, që na si musliman e ndëgjojmë këtë burr, por respekt nuk shprehim. Për atë vëllezër, këto burra të cilët këtu shkurt do të i sjellim si shembull, do ta shohim se çfarë respekti kishte për këto burra kur ato përmendej pejgamberi sallallahu, kur përmendej emri i tij, apo nëse ato e përmendnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibn Abdullah tha për Malik ibn Anas, Imam Maliku rahimullah, tha ishte ky njeri i cili kur përmendej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, taghayyara lawnuhu wa nhana. Para meno imam i madh, kur përmendej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha i ndryshonte ngjyra e fytyrës së tij dhe e ulte kokën e tij, dhe pastaj aq i vinte rond dhe me xhelisit ku ishin të tubuar ndërsa ai dhe në prezencën e tij, i u vinte aq rond nga gjendja e Imam Malikut kur e shihshin në këtë gjendje, derisa një ditë ju drejtuan dhe i thanë Imam Malikut për këtë çështje, se pse kështu ti sillesh kur përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hoxha, dietari,
duhet jetë nga ata mas shumti që shpreh mirënjohje, shpreh respekt dhe edukat kur të përmendet ky burr. Vallahi o vëllezër, neve na duket diçka shumë e thjeshtë, por te këto burra përmendja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte shumë e madhe. E por atë dëgjoj se si u përgjigj Imam Maliku. Tha, sikur të shihni dhe ju ashtu çka kam pa unë, nuk do të më thoni dhe nuk do të më ofendoni për këtë çështje të cilën e bëj. Çka kam pa unë dhe çka kam takuar unë, nga burrët të cilët i kam takuar, se çfarë shprehje ato kishin të edukatës së madhe dhe të respektit dhe moralit të madh ndaj përmendjes, kur përmendej veç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha nuk do të më ofendoshi për këtë të cilën e baj unë tash. Tha Imam Maliku rahimullah e ka takuar o vëllezër tabiijun e njohur. Tabiiju është shoqëruesi i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e veçanërisht ky burr i njohur, zotëria i kurrave dhe i ulemave, është Muhammed ibn al-Munkadir. Muhammed ibn al-Munkadir o vëllezër ishte ky njeri i cili kur përmendej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha Imam Maliku e kam pa Muhammed ibn al-Munkadir që kur përmendej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ai tha aq shumë qante derisa na vinte rondën dhe neve, derisa ta mëshironim, u ngritnim për ta mëshiruar. Po si është gjendjet e na o vëllezër? Përmendet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në as pak as e mbledhëm veten tonë, e as që e ndëgjojmë me frikë respekt, as që meditojmë rreth sunetit të tij apo hadithit të tij se çka tha. E pastaj dëshiron që të arrin ndriçimi i këshillës së atij hadithi te zemra e yte, nëse na nuk shprehimi respekt dhe edukat ndaj përmendjes dhe mësimeve dhe këshillave të tij. Mu për atë vëllezër, ky burr Muhammed ibn al-Munkadir ishte pra nga xhallarët që mirë të mësim Imam Maliku. Ky tabiiu i ndershëm paramendohet çfarë sjellje dhe edukate kishte, saqë Imam Maliku tha kështu. Tha sahar kullama ajidu fi qalbi qaswatan ati Muhammed ibn al-Munkadir. Sahar që gjeja ngurtësi në zemrën time, shkoja te Muhammed ibn al-Munkadir. Fa anzur ilayhi nadhra. Tha vetëm që t'ja lëshoj atij një pamje. Te ky hoç, te ky dietar i madh, tabiiu i ndershëm, shoqëruesi i shokëve të pejgamberit Allahut. Pse ishte në këtë gjendje vëllezër? Sa i shoqëroi burra të cilët e patën pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, patën bashkëjetuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe ato nuk i linin asnjë sunet të pejgamberit Allahut pa vepruar. Sa ato e dojnin pejgamberin e Allahut me dashuri shumë të madhe, ashtu sikur që meritohet. Dhe këta burra i pan këto, edhe këto u mundonin që ta praktikojnë këtë shembulltyr nga këto burra. E mu bërat ishte Muhammed ibn Munkadir, aq e kishte dhe pamjen e tij të edukuar sipas sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha Imam Maliku, vetëm kur ma kapte vrasësinë zemra, tha shkoja që ta shohën te Muhammed ibn Munkadir, veç t'ja lëshoj një sy. Tha nëse ja lëshoja një sy hoxhës tem, tha më bonte dobi, tha dhe më jepte këshill nefsit tem, tha me dita të tëra. Disa ditë, tha e qetësoja shpirtin tem dhe zemrën time. Merrja këshill veç ta shoh hoxhën tem. Para mendoj. A kurse na jemi, a thua, unë edhe ai tjetër edhe atë që jemi shembull që vetëm të shef dikush e të merr një këshill e ta zbut nefsin e tij, e që të reflekton në vetveten e tij ajo si këshill, edhe me të vërtetë është çështje për të medituar o vëllezër. Edhe të marrim këto këshilla secili për ne, e ta shikojmë peshorën tonë, gjendjen tonë, ku jemi na dhe ku ishin këto burra në edukatën e tyre ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte Muhammed ibn Munkadir i cili tha se gati që nuk kish hadith që t'ja përmendim e që ai mos të qonë. Nuk ndodhë the gati që t'i përmendet hadithi për pejgamberit sallam e ai mos të qonë nga frikë respekti dhe edukata e madhe ndaj fjalës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këshilluesi të njerëzimit. Kurse te na e përmendim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për fatkeq, e përmend dhe thuhet ti se është duke e përmendur një shok të tij që mas shumti e urrejnë në kokër shpinës,
edhe as pak nuk më ledhet për ta përmendur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile edhe e mohon ndoshta edhe hadithin e pejgamberit Allahut. Edhe bile e nënvlerëson aq shumë sa që po çka po hadith është ajo. Mora është sunnet i pejgamberit Allahut, po sunnet çka ka dert. Nuk është problem, po i sunnet është. Që është marrë sunnetin e pejgamberit Allahut, mos me e vlerësuar dhe e çmuar, edhe me nderuar, si dëshirojmë të jemi pastaj ato të cilët meritojmë ndërmjetësimin, shefaetin e pejgamberit Allahut një ditë kur do dalim para Allahut xhela xhelalu. Pra këto ishin këto burra vëllezër në biografinë e tabiiut të ndershëm Ejub Sahtani. Imam Maliku rahimullah shkon që ta shoqëron këtë burr, tha sa herë që u futnim që të marrim dituri te ky tabii i ndershëm. Ejub Sahtani vëllezër ishte ky që kur ja përmendshim tha hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, beka hatta narhama. Tha qante deri sa na vinte dhe neve rond shumë. Edhe ishte Muhammed ibn Jafar, një njeri, kjo është Muhammed e Sadiq. Nga ky burr të cilët kanë dalë këto ithnaşerit e shia Xhaferi që i thonë që e kanë marrë si imomin e gjashtë të tyre, por ky është me të vërtetë një burr i sinqert, i madh dhe i ngritur, për të cilën ky njeri ishte tha një njeri gazmor dhe buzëqeshte shumë, por kur përmendej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha ai nguritej edhe më njëherë dorëzohej. Edhe e ulte kokën e tij, edhe ai asnjëherë nuk e përmendte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha përveç se në pastërti dhe me abdes. Para mendohen se çfarë respekti kanë pasur këto burra vëllezër, derisa tabiiu i ndershëm Amir ibn Abdullah ibn Zubair, kur folet për biografinë e tij në historinë e tij, o vëllezër tha Imam Maliku rahimullah, wa laqad kuntu ati Amir ibn Abdullah ibn Zubair. Tha shkoja te Amir ibn Abdullah ibn Zubair, ky është djali i Abdullah ibn Zubairit radhiyallahu anhu. Tha kur përmendej te ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, beka hatta la yabqa fi aynihi dumu. Tha qante aq shumë derisa mo nuk ngelte në sytë e tij lot. Para mendo, përmendet pejgamberi Allah, të qan ky burr që e pashoqëruar kanë Abdullah ibn Zubairi, sahabi pejgamberit, ky djali i Abdullah ibn Zubairit. Kur përmendet pejgamberi Allahut, nga mallongjimi për ta pa këtë burr, edhe nga respekti dhe madhërimi që e kishin ndaj pejgamberit të Allahut, qante derisa nuk i ngelte tha lot mo në sy. A thua ku jemi na vëllezër në këtë peshore? Kur të përmendet pejgamberi Allahut, kur të përmendet hadithi i pejgamberit të Allahut, kur të përmendet sunneti i pejgamberit të Allahut, ku është respekti jon? Ku është ndjenja jon? Që s'paku të mundohemi e të përngjasohemi me këtë burra. Gjithashtu, kur folet për hakun Abdurrahman ibn al-Qasim, tha ishte Abdurrahman ibn al-Qasim kur përmendej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha fytyra e tij ndryshonte sikur me ja hekur gjakun. Ai keni pa që zverdhet, ai që jep gjak shumë sikur kur derdh gjak shumë? Tha Muhammed ibn al-Qasim, ishte ky njeri Abdurrahman ibn al-Qasim, ky njeri i cili zverdhej sikur me ja hek gjakun kur përmendej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha, ky ishte ky njeri i cili i terej goja e tij nëse folte hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kurse na shprehje hiç, shfolim dhe tregojmë hadithet e pejgamberit Allahut, po vetëm ti çita kalojmë. Me të vërtetë se na si këshillues e xhallar duhet që të bëjmë një reformë të shpirtit ton, të edukatës ton, të moralit ton ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Që kur të përmendet ky burr, me të vërtetë duhet që me na terë poshtyma. Duhet me u terë poshtyma se jetu fol për një njeri shumë të madh, që Allahu e ka vlerësuar, Allahu e ka ngritur, dhe Allahu e ka çmuar, e ti e përshmon dhe nuk i jep asnjë farë
vlerësimi. Mu për atë vëllezër, Safwan ibn Sulejm ishte tabiiju i ndershëm, ishte me të vërtet një burr, një njeri i cili pat arritur atë shkallën e lartë në adhurim. Ky tabii i ndershëm arriti kulminacionin e asketizmit dhe në adhurim shkallën e madhe shumë, sa që kishte një shkallë dhe një pozitë shumë të veçantë Imam Ahmedi ibn Hanbali rahimullah. Sa që kur e përmente këtë njeri, jo vëllezër, e përmente me shumë vlerësime të mëdha. E ky ishte Safwan ibn Sulejm, i cili paramendohet për këto folin burrat më të mëdhenj, Sufjan ibn Uyejne dhe Sufjan al-Thauri rahimullah, për këtë burr kur folin për gjendjen dhe historinë e këtij burri, paramendohet Sufjan ibn Uyejne tregon një ngjarje për këtë njeri. Aq asket i madh, aq adhurues i madh i Allahut xhel xhelaluhu, sa që tha e kam takuar një herit një njeri që hap vorre. Ka qenë rrogtar që hapin vorre, tha mu pa treguar, tha një herit që kishte hapur një varr afër aty ku ka qenë i varrosur Safwan ibn Sulejm. Tha pastaj hasa duke varrosur, kështu duke gropuar, duke hapur vorrin, hasa tha te një kafk, e cila ishte shenja e sejdës, kishte bërë aq shumë, kishte lënë gjurmë, shenja e sejdës dhe në kocin, në eshtrën e kafkës së tij. Edhe u habita nga sejdja e madhe e tij dhe kafka ju kishte bërë me shenjë. Mrenda e pastaj tha pyetej, ku është ky varr kështu? E mu drejtuan, tha ato të cilët ishin prezent dhe than, a nuk e din se ky është vorri i Safwan ibn Sulejmit? Vorri Safwan ibn Sulejmit, adhurues i Allahut xhel xhelaluhu, a do na ngelin neve kësi gjurmë vëllezër të adhurimit dhe të sejdës tonë, apo na mendze prisim që ta mbarojmë namazin shpejt e shpejt dhe shpartallohemi e tikim? Me të vërtetë se peshorja dhe gjendja e jonë me gjendjet e këtyre burrave shumë larg. E kur ti shohësh këto burra, sa shumë kanë pas frikë Allahun dhe çfarë respekti kanë pas ndaj pejgamberit të Allahut, se duke u frigur se mos të ik e të humbin xhenetin e Allahut, ana jemi më të sigurtit. Sa ma pak vepra, ma pak përkushtim, ma pak interes, ma të sigurt për xhenetin na. Allahu mëshirën e madhe na mëshiron. Padyshim se Allahu mëshirën e madhe na mëshiron, por veprat ai kemi që të na mëshiron. A meritojmë na mëshirën e Allahut xhel xhelaluhu? Edhe a meritojmë që të jemi pasues sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të na nderon pejgamberi Allahut në ditën kur t'ja jep Allahu xhel xhelaluhu flamurin e nderimit, që të bën shefate çka të kërkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, në ditën e gjykimit Allahu i jep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thonë, lyp çka të lypish se t'jepet ty sot. Pejgamberi të Allahut, askujt nuk i jepet ky nder, vetëm pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të këtij ummeti i jepet lyp çka të lypish se ta jap. Allahu ditë gjykimit i thotë. E pejgamberi Allahut çon për këtë ummet. O Zot, ummetin tëm, por ne që s'na ka bë, ku janë ata që s'm kanë pa, më kanë besu, që dalin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? A thua do të jemi ata që do donë që të na shef pejgamberi Allahut, apo kemi qenë ndoshta sulmuesit më të mëdhenj sunetit pejgamberit Allahut? Se kemi praktikuar sunetin e pejgamberit Allahut, as që kemi pranuar sunetin e pejgamberit Allahut, e pastaj dëshirojmë me ndërmjetësu pejgamberi Allahut që të na shefet, na afron afër. Po vëllezër, ky burr ishte Safwan ibn Sulejmi, i cili tha, kur përmendej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qante aq shumë sa që njerëzit që ishin prezent dilnin dhe e linin, se nuk ndalej duke qoj. Tha aq shumë qante sa që dhe ata të cilët ishin prezent mo dilnin dhe u largonin nga mezhlisi i tij. A thua, si është kjo gjendje me gjendjen tonë? Edhe me një burr që në të gjithë e njohin, pra Imam Malikun që e përmendi shumë herë, Man ibn Isa al-Qazzaz, tha ishte Malik ibn Anas, kur ai dëshironte që të flet dhe të transmeton hadithe, ky mbante ders te xhamia sallallahu alaihi wasallam. Para mendohet çka do të thotë mosh ders te xhamia pejgamberit Allahut, e thuash ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu, e ta kesh pejgamberin e Allahut i ka pas afër vorri pejgamberit Allahut aty në xhami.
Para mendo, për atë ka pas këtë frikë dhe këtë frikë respekt, e këtë nderë dhe këtë madhrim të madh ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Imam Maliku vëllezër. Sa herë që dëshironte që të mban ders dhe transmeton hadithet, që mbledh në xhami të mban ders, tha gjithherë lahej, parfimosej dhe veshej me rrobat më të mira. Se sot do të mban ders, do të flet për pejgamberin sallam, do të transmeton hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky ishte Imam Maliku, pra, i cili o vëllezër, nëse ndonjëri prej xhamatit e ngrente zërin në mexhlisin e tij aty, tha i drejtohej duke e qortuar aq shumë, derisa i thonte, ja recitonte ajetin Allahu xhelexhau që e cekom në dersin e kaluar, që Allahu ju ka drejtuar besimtarëve duke e thonë: o ju që keni besuar, mos e ngrini zërin e juaj mbi zërin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha Imam Maliku rahimullah, kushdo i cili e ngren zërin e tij, dhe në momentin kur të përmendet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha është sikur me ngritur zërin e tij me qenë gjallë pejgamberi. Nëse përmendet hadithi pejgamberit Allahut, ndodhë në mexhlis ose në tubime ose në për oda, përmendet hadith, ai tjetri luan, ai tjetri mundohet dhe me bë hajgare me hadith pejgamberit Allahut. Apo kështu apo ashtu. Vallahi është mjeri. Edhe na duhet marrë mësim dhe me përcjell këtë mesazh të gjithë dashamirët e tu, që na të shprehim edukat ndaj këtij burri. Edhe ta nderojmë këtë burr ashtu sikur që duhet të marrëmi pak ndoshta nga ndriçimi i mësimit të tij. Tha Imam Maliku rahimullah, ai që ngren zërin kur të përmendet hadithi pejgamberit Allahut, tha është sikur me ngrit zërin duke qenë gjallë. Gjithashtu Hamad ibn Zeid tha ishmi të Ejub, pra po është për qëllim të Ejub e Sehtaniu, tabiun të cilën ceku më herët, tha një herë të ndëgjoj një zhurmë me xhlis aty, tha ma hadha lagat, çka është kjo zhurmë kështu? Tha a nuk ju ka arritur këtyre të cilët bëjnë zhurmë në xhamin e pejgamberit Allahut, kur të përmendet hadithi i pejgamberit Allahut, as ju ka arritur atyre se ngritja e zërit e tyre kur të përmendet hadithi i pejgamberit sallam është sikur me ngrit zërin nëse është pejgamberi Allahut gjallë? O vëllezër, kjo është ajo me të cilën këto burra ishin ato të cilët e nderonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Husein el-Muallim tha për Muhammed ibn Sirinin, tha ishte njeri cili fliste shumë dhe qeshte kështu shumë mund të hajgare, tha fa idha ja el hadithu khasha, tha kur vinte hadithi pejgamberit Allahut, tha i me të vërtetë mblidhej dhe kapte një frikë respekt nga edukata e madhe që kishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derisa tregohet për Abdullah ibn Mubarekun o vëllezër Bishr ibn al-Harith, tha një njeri Abdullah ibn Mubarekun e takon në udhë, duke ecur edhe i thot, duke e pyetur ato për një pyetje, për një hadith pejgamberit Allahut, paramendohet Abdullah ibn Mubarekun nuk ju përgjigj dhe i tha: "Leysa hadha min tawqir al-ilm." Nuk është kjo nga nderi i diturisë, e as nga respekti i diturisë. S'është kjo edukat e diturisë. Ti më pyet unë të tregoj fe, duke ecur rrugës e në kom, nuk është kjo nga edukata. Dhe nuk ju përgjigj. Tha Bishr ibn al-Harith rahimullah, tha wallahi më pëlqej shumë ky gest i Abdullah ibn Mubarekut. Kurse të na nudh, ndalët të ta bëj një pyetje. Ti në komi thua ka thonë pejgamberi Allahut, s'është ashtu. Mora kështu është feja, ndoshta pak a shumë dim për fejën e Allahut, ja nuk mund të ite kështu feja. S'është feja kështu si thua ti. Na e dim ma mirë fejën. S'ka delë se ti e lexon e kupton, nëse nuk din shkon e gjurmon dhe e gjen hadithin e saktë pejgamberit Allahut, edhe mundohesh që ta gjesh se si ka thonë Allahu dhe pejgamberi Allahut, cilë është me edukatja që mos me gabuar në fejën e Allahut, ai tjetri pa kushtuar asnjë kohë të veçantë për me mësuar fejën e Allahut, tregon fe edhe të nënçmon bile. Unë që 200 vjetë e kam këtë fe, ky tjetri tash më ka ardhur më tregon mu fe. Kush tregon? Nëse njëri i cili ka mësuar është munduar që me ta servuar të gatshëm ato të cilët këto burra i kanë vepruar. E pastaj, jo ky nuk merr vesh.
Ky qetëri nuk di. Kush merr vesh? Ai që mas pakti ka shpenzuar kohë për fe. Po vëllezër, me të vërtetë se është gjendja jonë për ta qajt. Vallahi është gjendja jonë për ta qajt, nëse shikojmë historinë e këtyre burrave të mëdhenj. Por ato vëllezër, ky burr Said ibn Musayyib, një tabiiu i ndershëm, i cili ishte nga tabiinët e mëdhenj. Dëgjoj se Abdullah ibn Wahabi, rahimullah, ishte nga shokët e Imam Malikut, i cili tha se një njeri erdhi te Said ibn Musayyib. Kur vjen te ky burr ishte i sëmur dhe e pyeti për një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ky i shtrirë se ishte i sëmur. Para mendo aq i sëmur, tha që sun lëvizte kur e pyeti për hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha u ngrit me zor, me mund që të ngritet e të mbështetet. Aq shumë i ardhëron këtij njeriu, tha sikur kisha pas dëshirë që mos t'ishe ngritur kështu. Tha unë e urrej që të flas hadithin e pejgamberit Allahut dhe unë shtrit duke qenë. Said ibn Musayyib, ky burr e urrej të flet. A kurse edhe na ndoshta si hoxh flet hadith pejgamberit Allahut shtrit, flet në kom, flet duke ecë, flet një kom shtrit. Me të vërtetë se o vëllezër, por atë kanë pas kit peshore të lartë të kësaj edukate. Flet për pejgamberin e Allahut, refuzon ky burr i madh flet duke qenë shtrit. A kurse na dhe në ders nuk na intereson. Shkojt në gjërë një ligjerat, fjallë të Allahut, fjallë pejgamberit të Allahut, kom të shtrim, i mbështetur, as pak dhe me thonë normal interes. Nuk i kam qëllimin këtu për shembull nders, por e kam qëllimin që frikë respekti dhe edukata e humbur. A thua ishin kështu shokët e pejgamberit të Allahut dhe këto burra që ndëgjonin hadithin e pejgamberit të Allahut? A ndëgjonin me kom të shtrir? Ose kur nëse vjen edhe në kohën e namazit të xumos, i gjen muslimanët telefonin e nxjerrë se s'ka vakt të ndëgjon hutbë. Pse? Kom të shtrita dhe e prit, çka thotë hoxha atje? Pa i fola, i mora ka me folët. Mora hadith pejgamberit Allahut. Dëgjoja është i saktë, nuk është i saktë. Dëgjoja është fjala e Allahut e ku është ajo? A meriton respekt, a nuk meriton respekt? Këshilloja atë vëlla musliman se humb vlerë të madhe shumë. Nëse ky burr e respektoi kështu, pse ngriti Allahu xhelel xhelalu kaq shumë? Por shkak respektit që nuk e fliste as hadithin e pejgamberit e Allahut shtrit, por ai u ngrit në kombo vëllezër. E mu bërat pro, aq shumë i shikonin njerëzit, si dëshirojmë na që të na merr dikush fjalën e hadithin edhe na si hoxh, nëse na nuk i shprehim respekt fjalës pejgamberit e Allahut. Shikom Imam Maliku rahimullah, është pyetur një herë dhe i than, pse nuk merr hadithe, pse nuk shkruan nga Amr ibn Dinar? Tha nuk mund të shkruaj nga ai hadithe për arsye se kam dëgjuar se talebet që shkojnë nxënësit të ai, që të marrën dituri, tha ato merrnin duke qëndruar në kom shkruajshin nga ai. Se s'kishte në kom shkruajshin, tha dhe unë aq shumë hadithin e pejgamberit Allahut që ta shkruaj në kom. Ta marr nga dikush e ta shkruaj në kom, asesi. Nuk shkruaj se duhet me të qëndruar në kom që të marr hadithe, tha mu për atë nuk shkoj të marr hadithe taj person. Kjo ishte vlera o vëllezër. Kjo ishte nderi të cilën e bënin këtë burrë. Abdullah ibn Mubareku na tregon dhe diçka më interesant për Imam Malikun, tha kur ishte një herë te Imam Maliku dhe ai duke na treguar hadithet e pejgamberit të Allahut, u sprovua sa aty ku ishte i ulur, tha e kishte kafshuar një akrab. Dhe aq shumë tha e kishte kafshuar, ngjyra e tij ndryshonte, hadithet e pejgamberit Allahut i transmetonte, tha 12 herë kishte kafshuar akrepu dhe nuk lëviz duke bërë sabër dhe durim, nuk e ndryshon as gjendjen e tij Imam Malik. Pastaj mbasi që e kryen dersin e tij Hanes, ai ngritet dhe shikojnë se kishte kafshuar, tha 12 herë akrepi, ai nuk e ndryshon duke bërë sabër për kan, kur e pyetën tha bën sabër për nderimin e fjalës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, nuk e di se çka të them më shumë se sa këto shembuj të cilët i ka sjellur hoxha këtu të këtyre burrave të cilët me të vërtetë janë me transmetime të sakta të ndodhura derisa dobin dhe përfitimin që na dha, që na spaku si musliman të morrmi nga kjo, është Imam Nevawi rahimullah kur tha në shpjegimin e saj Muslimit, tha është e preferuar
që dhe ai që shkruan, kur të shkruan shkruesi, tha kur të përmendet fjala e Allahut, që ai me shkrimin e tij të shpreh madhërim të Allahut xhel xhelalu. Ai të shpreh me fjalët e tij, thot kur përmendet Allahu, ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ka thënë Allahu xhelle thanauhu, ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu tebaraka wa taala, ka thënë Allahu taala. Gjithherë përmenden këto emra që do të thotë madhërimi i Allahut i qoftë ti, lart madhërimi i pastër subhanahu wa taala, gjithherë me kësi fjalë dhe të shkruhet, gjithherë me këto fjalë të madhërimit në shprehjen e madhërimit të Allahut xhelle xhelaluhu. Edhe gjithashtu tha është nga mustahab, pra e pëlqyera dhe e preferuara, që rekomandohet se cilit musliman që kur të shkruan, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur ta shkruan, tha ta shkruan mos të nguron që ai ta shkruan sallallahu alaihi wasallam, tha po mos të shkruan me simbole e me isharete, po ta shkruan sallallahu alaihi wasallam, e që mos ta privon veten e tij, tha ai nga sevapet e mëdhaja të këtyre fjalëve. Dhe kur të përmenden shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që të bën dua për ta, të thot radiallahu anhum. E nëse përmenden dhe dietarët e të tjerë, tha të bën dua, të thot rahimahumullah, Allahu i mëshiroft ata. Nëse përmenden sahabiu dhe djali i tij, të thot radiallahu anhum, Allahu i qoftë i kënaqur mbi këto të dy. E kështu me radhë të gjitha këto neve na japin o vëllezër një kuptim që është nga baza me të cilën merret të dietar që e shprehën gjithë këtë edukat edhe gjithë këtë mirësjellje edhe nder të madh ndaj këtij burri të madh të cilën e ngriti Allahu xhel xhelaluhu, e që shpresojmë që një ditë të dalmi e të takohemi me këtë burr, e që të mburrmi e të na thot pejgamberi Allahut, myshde për ty se ke qenë pasuesi sunetit tim, apo mos vallë të na thuhet largomi larg se këto kanë shpikur sende të cilët nuk i kanë bërë fare në fe, cilën peshore na domi ta mbajmë vëllezër. A domi që të jemi pasues sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo të jemi pasues të epshit ton dhe të bidatit, e të risisë, e të shpikjes, e pastaj të vish një ditë e të na qorton pejgamberi Allahu që kemi shpikur në fe diçka çka ai nuk e ka porositur, e as që e ka porositur Allahu xhel xhelalu. Me të vërtetë se kjo çështje është përgjegjësi dhe është emanet. Si hoxha, si xhamati, si çdo musliman, e kemi detyrë dhe obligim që na ta pasojmë sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta madhrojmë Allahun xhel xhelalu, ta adhurojmë Allahun xhel xhelalu, po adhurimi sipas kornizave dhe udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shpjegimit të sunetit të tij. Mos kishte qenë suneti i tij, me çka do të ngrihemi na? Si do të qëndroheshim në sunetin e pejgamberit të Allahut, të jemi më këmbësat e pejgamberit të Allahut. Por ato vëllezër thash në këtë ders me të vërtetë vetën time e gjej shumë larg se këto burra ishin ata të cilët e madhëronin shumë, edhe se kur ta shohësh veten se ku bjen edhe ti zbashku, nëse me një vend që nuk respektohet pejgamberi Allahut, edhe ti zbashku me to pastaj bjen edhe humb dhe velerën dhe rrasesh në mëkat, ndoshta nuk e thua, ajo nuk është në rregull. Është obligative që ti ta thuash këtë çështje. Se ishin burra që e nderonin pejgamberin Allahut edhe kishin edukat ndaj pejgamberit të Allahut. Kur të përmendet pejgamberi sallam, kur të përmendet hadithi i tij, kur të përmendish ti dhe kur ta ndëgjosh emrin e tij, spaku nga edukatat që im në salavat. Sa herë në ders përmendet pejgamberi sallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndëgjoj salavat çojmë na këtu, çytush ka im. Çobre me zon, ose merr se vot. Sa herë kur të përmendesh e përmend ti, kur ta përmend dikush, kur ta ndëgjon dikon, ço salavat me pejgamberin, thuaj sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salatu wassalam. Ço salavat, merr mos u privo, tha Imam Nawawi rahimahullah, nga kjo mirësi e madhe dhe nga ky problem i madh. E me kaq shpresoj që kjo ligjërat të jetë një këshill e thellë që ka prekur shpirtat tonë edhe zemrat tona, e shpresoj që së bashku të gjithë të mundohemi që të vendosim në praktik, edhe pastaj i vijon tema, pra nëse na i shikojmë këto burra se si kanë qenë, atëherë pa tjetër se pa e ditur vlerën, nuk ja din pastaj dhe ti nderin se si të nderojsh ata, e pas këtyre burrave padyshim se vjen tema vlera e dietarëve. Çfarë vlere kanë ato të cilët Allahu i ka pajisur me dituri? A duhet me to me ushty?
A duhet me dietarët dhe me hoxhallarët që ti të sillesh sikur që sillesh me njërin në rrugë, me atë i cili ta mëson fenë e tij, që ti të sillesh me atë sikur që sillesh në rrugë? Pra vjen tema inshallah që do të flasim për vlerën e dietarëve, që me të vërtetë se nga këto burrat e mëdhenj, se na nuk fusmi hiç, për shembull hoxhallarët, jemi vetëm si këshillues, por dietarë dhe hoxhallarë llogariten këta burra të mëdhenj që me të vërtetë kishin këtë respekt dhe edukat të madh ndaj fjalës së Allahut dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që kaluam këtë kohë në këtë ligjërat, me të vërtetë ishte nder dhe respekt. Allahun e lusim që Allahu xhelle xhelaluhu të jesh problem për sabrin dhe durimin të cilën e bot në këtë dëgjim, duke e lutur Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle xhelaluhu të na bën nga ata të cilët shprehmi edukatën dhe moralin më të madh ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Allahun e lusmi që Allahu të na bën pasues të sunetit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e një ditë Allahu xhelle xhelaluhu ta bën ndërmjetësimin e tij pjesë dhe për ne, e të shpëtojmë ditën e gjykimit, e të na shoqëron me pejgamberin e Allahut, e të na mundson pamjen e fytyrës së tij, e ta shohim ditën e gjykimit se e kemi pasuar, e kemi dashur dhe mundohemi që ta pasojmë sunetin e tij në këtë botë. Mirë po, ajo e cila është kënaqësia më e madhe është që na në ditë të takohemi në ditën e gjykimit me ta, e që të mburret pejgamberi i Allahut me na që thot kjo ummeti, të cilët nuk më pan, po më pasuan, më besuan e më respektuan. E lusim Allahun xhelalu xhelalu që të na bën prej këtij grupi të cilët janë më këmbësat e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërblet.